Një aksident i rënd ka ndodhur mbrëmjen e së mërkurës në Vlorë. Mjeti Ti Benz, i cili ka qenë duke udhëtuar nga fshati Akërni për në rreth rrotullimin e Novoselës dhe më pas për të shkuar në Vlorë, ka dalë nga rruga për gjatë kthimit për në qytet. Mjeti Lloyd Benz, në një prej kthesave të rrugës, nuk ka mundur dot drejtuesi të ulë shpejtësi në kohë dhe të marrë drejtimin e dur në rrugë, duke përfunduar më pas në kanal. Në brendësi të automjetit në fjalë, në momentin e aksidentit, ndodheshin 5 persona, të gjithë të një moshe fare të re, të cilët po ktheheshin ato momente në shtëpi pas përfundimit të një ndeshjeje futbolli në një prej kalqetove të cilat gjenden në Novosel. 2 zjarrfikse, por edhe autoambulancat kanë shkuar menjëherë në vendngjarje ku kanë bërë të mundur nxjerrjen e 5 të rinjve nga makina, të cilët pas përplasjes kishin mbetur të bllokuar në brendësi të mjetit, por gjithashtu është bërë e mundur edhe shoqërimi i tyre drejt Spitalit Rajonal të Vlorës për të marrë ndihmë mjekësore. Të rinjt janë transportuar me urgjencë në Spitalin e Vlorës, ku kanë marrë ndihmën mjekësore në kohë. Këto janë pamjet e mbërritjes së tyre për në Spitalin Rajonal. Siç mësohet nga Spitali i Vlorës, 5 të rinjt janë jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë që në aksidentin në fjalë, edhe sipas policisë, kanë ndikuar edhe errësira. Vendi ku ndodhi aksidenti, por edhe i gjithë segmenti rrugor, autostrada e Vlorës, ndodhet në errësirë totale në mbrëmje, duke bërë të pamundur shikimin dhe qarkullimin në të me lehtësi. Po flasim këtu për një prej segmenteve rrugore ku shpesh ndodhin aksidente të tilla, madje edhe aksidente që rezultojnë fatale për jetën.